إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha lavdrimet takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu azza wa jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë dhe ta devijojë nga kjo rrugë. Dhe atë që Allahu azza wa jall e lën në humbje me drejtsinë e tij, askush nuk mund ta drejtojë dhe ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me frikë ndaj Allahut dhe devotshmëri, e cila na shtyn në përmbushjen e urdhrave të Allahut azza wa jall, e në shmangjen dhe largimin nga gjunohat dhe gjanat e ulta dhe të neveritshme, kështu që të jemi me zemër të qiltër dhe të pastërt, dhe me vepra të pranuara dhe të shëndosha, dhe të dalim para Allahut azza wa jall faqe bardhë. Dita ditës po afrohem mujit të madh të Ramazanit. Ky muj për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi ke shokët e tij. Ndër tjera ashtu thotë edhe këtë: "Atakum Ramadan, shahrun mubarak." Po vjen muji Ramazanit, ky muj i bekum, ky muj i begat. Në këtë muj thot hapen dyert e qiellit dhe mbyllen dyert e zjarrit, si dhe prangosen shejtan kryeneq. Në këtë muj është një natë që ka vlerë më shumë se 1000 muj. Kush privohet nga hajri kësaj nate, ai është i privuar i vërtet. Andaj, në përgatitje të këtij muji, sot kemi vendosur të flasim ose të mbledhim disa çështje të cilat realisht janë një përgatitje për këtë sezon të veprave të mira. Përgatitje për pritjen e mujit të madh të Ramazanit. Mes gjënave të tjera që njeri duhet të përgatitet për Ramazan, ose e para prej tyre, është njeti i pastër për vepra të mira dhe vendosmëria e preme në shfrytëzimin e këtij muji. Po e ki njët zemrën tone, sillën ndërmend vazhdimisht në veten tone, se po vjen muji dhe i madh i Ramazanit dhe duhet ta shfrytëzoj këtë muj në vepra të mira. Pra gjithherë ndërmendjen tone sillë këtë qëllim ose këto janë të qëllimet tua. Sot Imam Ahmedi rahimahullah duke këshilluar djalin e tij, thotë: "Ja bunayya, o biri im, in wil khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawait al khair." Thotë: "O biri im, ta kish gjithherë synim dhe ndërmend veprën e mirë, se ti vazhdon të jesh në rrugë të mirë, për sa kohë preokupohesh ose mendon për me bë vepra të mira." Pra jenë hajër të madh nëse ti përgatitesh me njet për me shfrytëzu këtë muj dhe me bë vepra të mira. Dhe se mos harrojmë se njeriu arrin me zemrën e tij dhe njetin e tij atje ku nuk mund arrin vepra e tij. Sa njeriu e synon Ramazanin në gjatë historisë, e ka synu arritjen e Ramazanit, shfrytëzimin e Ramazanit, por kanë rrujet para se me mri Ramazanit.
Ama e shpërbimin e ka marrë për jetën që ka pas. Sa njeri ka synu të shfrytëzon Ramazanin, ka qenë me shëndet, mirë po, ka ndodhur një sprovë, një fatkeqësi, një aksident, humbje shëndetit, s'ka mujt me agjëru Ramazanin, s'ka mujt me shfrytëzu Ramazanin. Ka pas synim që këtë Ramazan ta agjëron dhe ta shfrytëzon si asnjë Ramazan më parë. Që të mos i ikë tekbiri fillestar në asnjëherë me imamin. Që të mos i ikë asnjë namaz i taravive. Që ti ngjall 10 ditën e fundit dhe 10 ditën e fundit me adhurime dhe ibadete. Por ka ndru situata dhe të gjendja e tij dhe nuk ka mujt me shfrytëzu. Por me niyetin dhe qëllimin e tij e ka arrit. Mirë po, njeriu pra të ketë një të mirë, një të pastërt dhe të jetë i vendosur. Për arsye se një fjalë goje çdo kush mund të thotë. Po Allah Azza wa Jall i vlerëson njerëzit në bazë të vendosmërisë. Dhe vendosmëria është një shtytës i madh që e shtyn njeriu me arrit qëllime të mëdha. Nëse njeri nuk është i vendosur, nuk është faktikisht që i bën që njeti i tij nuk është i sinqert, a? Nëse është i sinqert dhe i vendosur, ai do të angazhohet dhe do të përpjeket. Se ky është motori më i madh i vendosmëria e tij. Dhe mos të harrojmë se është rregull i Allahut Azza wa Jall. Allahu ju jep njerëzve varësisht se sa janë të vendosur. Allahu nuk jep vetëm pse të shkon mendja ose Allahu e din se çka më shefëm në zemrat tona. Allahu e din vendosmërinë tonë. Nëse jemi të vendosur, atëherë do të thonë. Edhe suksesi do të vjen bazë të vendosmërisë tonë. Dhe na kemi shembull më të mirë në dunjë, është njerëz që janë të vendosur. Në orë të punës, në terminat që i ka të caktuar, në udhëtime dhe fluturime që i ka, me termin para kohë i përgatitur. Kjo tregon se ajo punë ose ajo udhëtim ose ajo çështje është e rëndësishme për te. Edhe është i vendosur. Atëherë sa i përket arritjes së ahiretit dhe xhenetit, njeriu do të jetë edhe më i vendosur. Çështja tjetër me cilën njeriu duhet të përgatitet para muajit Ramazanit është pendimi i sinqert. Pendimi realisht është një obligim për njeriu në çdo kohë. Thot Allah Azza wa Jall: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu Azza wa Jall, pra kthehuni tek Allahu të penduar me pendim. O ju besimtar. Që të gjithë pra, o ju besimtar, që të shpëtoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se me gjithë që ka qenë shembull në punë të mira. Dhe se sa është rujt nga gabimet dhe lëshimet, po me gjithë atë, thot se unë mbrana ditës pendohem tek Allahu Azza wa Jall 100 herë. Sa pendohem na? E sidomos para këtij muajit Ramazanit, që nëse njeriu pendohet nga mëkatet dhe gjunat, kjo nuk kupton se ai lirohet, atë barrën e mëkatit e hjek nga shpina e tij. Do të jetë më i lehtë në punë të mira. Do të angazhohet më shumë punë të mira. Kurse njeriu kur është i rënduar me gjuna dhe mëkate, do t'i vjen vështirë. Edhe agjerimi, do t'i vjen vështirë, edhe namazi, do t'i vjen vështirë edhe çdo vepër, leximi i Kuranit, dhikri, e lehtë për gjuhën, mirë po mëkatet të lidhen dhe të bëjnë, të rëndojnë. Andaj të përgatitemi për këtë muaj duke u penduar tek Allahu Azza wa Jall. Nga gjitha mëkatet, nga gjitha shimet. Ta shtojmë istikfarin ton. Dhe kjo është një pastërti e zemrës dhe shpirtit ton që pastaj ta mbushim atë me iman, me besim dhe vepra të mira. Përgatitje tjetër për këtë muaj është përgatitja me gëzim dhe mall për afrimin e këtij muaji. Allah te baraka ve taala na tregon në Kur'an që njeriu më shumë ti duhet të gëzohet mëshirës së Allahut dhe begative të tij. Thot Allah Azza wa Jall:
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj Muhammed. Thuaj Muhammed, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e Allahut dhe begatitë e tij, vetëm këtyre le të gëzohen. Kjo është më e mirë se gjithë ajo që ata mbledhin dhe grumbullojnë. Na ndonjë mbledhim, grumbullojnë pasuri, kapital, mall, gjona, atë çka kemi mundësi me mbledhme. Po nuk mbledh njeriu më shumë asgjë sesa nga begatitë dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall që lidhen me botën tjetër. Dhe këtyne duhet i gëzohen. Më shumë se sa që i gëzojmë një pagë kur e marrim në fund të muajit. Më shumë se sa i gëzojmë një tregti prej cilës përfitojmë. Më shumë se çdo përfitimi tjetër në dunjë. Që është normale njëri të gëzohet, është halal, ushqehet e mban familjen. Mirë po veprave të mira, këtyne sezonave që vijnë me mëshirën e Allahut dhe begatinë e tij. E që Ramazani është shembull për këtë. Hapën dyert e qiellit, hapën dyert e mëshirës së Allahut Azza wa Jall, hapën dyert e xhenetit. E nëse nuk i gëzohemi kësaj mirësie, e nëse nuk i gëzohemi kësaj mëshire të Allahut Azza wa Jall që zbret këtë muaj, atëherë kujt më u gëzu besimtari. Pra të gëzohemi kësaj mëshire dhe të kërkojmë nga Allahu Azza wa Jall na jap çdo gjë e cila na jap gëzimin e vërtet, na jap dashurinë e vërtet për Allahun Azza wa Jall dhe mallin për Allahun dhe veprat mira. Na kam thënë pejgamberi sa në duan e tij, thotë Allahumma inni es'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. O Allah, nga ti kërkoj dashurinë tonë dhe dashurinë e atij që don ty dhe dashurinë e çdo vepre që më afron te dashuria jote. Pra me lutë Allahun Azza wa Jalla, me prit këtë muaj me gëzim dhe me lutje e do që Allahu me na fut dashuri për këtë muaj në zemrat tona. Që na më ju gëzu afrimit këtij muaji dhe veprave të cilat vjen ky muaj me to dhe adhurimet të cilat përmbon ky muaj. Dhe këtë mas mire kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhis salam. Këtë mas mire kanë kuptuar gjeneratat e para, të cilët 6 muaj para se më ardhi Ramazani, ju kanë lutur Allahut Azza wa Jall që më mundësu me prit Ramazanin. Pse? Dashuria për këtë muaj, malli për këtë muaj. Për namazin e natës, për leximin e Kuranit, që është muaji i Kuranit, për agjerimin që është obligim këtë muaj. Andaj të lutemi, të bëjmë dua që Allah Azza wa Jall na mundson me prit këtë muaj dhe me shfrytzu këtë muaj maksimum. Dhe të gëzohemi afrimit dhe ardhës së këtij muaji. Pastaj ka edhe shumë gjëra tjera që njeriu kërkon të përgatitet këtë muaj, shkurtimisht po i përmendi, ata njerëz të cilët kanë borxh pa xhiru. Familjet tona, të afërmit tonë, të këshillojmë që të shfrytëzojmë edhe këto pak ditë që kanë mirë para Ramazanit. Që ta kryjnë borxhin e viteve të kaluara ose vitit të kaluar para se me u ngarku me obligimin dhe borxhin e Ramazanit. Gjithashtu përgatitje shumë e rëndësishme është, përveç hutbeve që zakonisht mbahen ligjërata për Ramazan dhe rregullat e Ramazanit, paraprakisht të përgatitemi duke i shtuar njohuritë tona dhe duke rikujtuar veten tonë me vlerën e këtij muaji dhe detyrat, obligimet, rregullat e këtij muaji. Të ndojmë më shumë kohë me familjet tona para këtij muaji. Që ti debatojmë këto rregulla, t'ia kujtojmë fëmijëve tonë, familjarëve tonë, të bisedojmë rreth vlerës së Ramazanit, rreth mirave të Ramazanit, rreth detyrave dhe obligimeve që në Ramazan. Kjo është një përgatitje për veten dhe për familjen, që ta presim sa më mirë këtë muaj dhe ta shfrytëzojmë sa më mirë këtë muaj. Dhe po ashtu të nxitojmë në punë dhe vepra praktike me cilat e ushtrojmë shpirtin tonë dhe trupin tonë në adhurime dhe ibadete. Përveç atyre që kanë obligime, edhe nëse s'kemi obligime, të shtojmë nga xhirimi në këtë muaj, pra muajin Shaban, para se me qenë se njerëzit kanë filluar të përgatiten shumë herët, jo vetëm muajin Shaban tash që kanë filluar me xhirime, po edhe më herët muajin Rexhep përgatiten për Ramazan. Është përgatitja më e mirë, është përgatitja shpirtërore dhe pastaj ajo praktike. Duke shtu ndonjë ditë agjërim, ndonjë të hanë tejte. Ose duke agjëru shumicën e këtij muaji. Pastaj shtojmë nga leximi i Kuranit. Është përgatitje për Ramazan. Paramendo ai njeri i cili gjatë këtij muaji, që është njëjtë edhe si muaji i Kuranit,
Për shkak se të gjenerata e para të muslimanëve e kanë njohur këtë muaj Shaban, muajin e Kuranit, leximit të Kuranit. Se njerëzit janë përgatitur për muajin e Ramazanit, që realisht muajin e Ramazan ka zbrit Kurani. Mirë po e kanë ditë që do ta shfrytëzojnë Ramazanin varësisht prej përgatitjes që e bojnë për atë muaj. Nuk mundet një njeri me prit let agjerimin kur me ditën e parë fillon agjerimin me Ramazan, sikur ai që ka agjëru s'di sa ditë para Ramazanit, më herët të përgatit ka agjëru. S'mundet me agjëru, me lexu Kur'an, sikur ai që se ka qel Kur'anin për Ramazanit kalum, sikur ai që gjatë gjithë vitit ka lexu, sidomos këtë muaj ka shtu leximin e tij. Nuk mundet me shtu dhikrin për mendjen e Allahut. Ai njeri i cili s'ka filluar më herët ta shton dhikrin e Allahut. Në Ramazan nuk e ka let njeriu me fillu me njëherë me taravi ose namaz note. Nëse nuk është praktiku që edhe ma herët para vetrit atje të shtonë i rekatet fol namaz nafile. Atër gjitha këto format janë përgatitje, qoftë edhe sadakoja, çdo vepër e mirë që njeriu e shton para Ramazanit është përgatitje për muajin e Ramazanit. Atër përgatitemi o vllaznim, shpirtërisht dhe praktikisht me këto vepra të zemrës dhe të tjera, të cilat mund t'i mësojmë duke përcjell ligjërata, duke lexuar ndonjë libër me familje kështu me radhë, dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj maksimum. Elusme Allah azza wa jall na mëson ta presim këtë muaj të madh të Ramazanit dhe na mëson ta shfrytëzojmë në formën më të mirë, duke u ndonë nga ky muaj me vepra të pranuara e mëkatet e falura. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah azza wa jall vazhdimisht e falenderojmë. Salavat dhe selame mbi të dërguarin tonë dërgojmë. Vëllezër xhamatli, një ndër përgatitjet e mëdha që bëhet për muajin e Ramazanit, nga përgatitjet shpirtërore, është ndjenja për nevojën që kemi për Allahun azza wa jall. Kemi nevojë për Allahun azza wa jall shumë në çdo aspekt. Po sidomos nevojën e madhe që kemi që Zoti më na dhon sukses. Suksesi është komplet në dorën e Allahut. Nuk ka sukses, qoftë në dunjë, qoftë që të lidhet me ahiretin, me fenë, me botën tjetër. E që ke arrit atë me mundin tonë, me ndjellësinë tonë ose kuti, krejt ato janë begatitë e Allahut. Krejt është suksesi i Allahut. Për që ata, për Amera Sam në kam mësuar mëngjes e mbrëmje. Në mesin e dove tjera duke lutur me emrat më të mëdha, ja Hayyu ja Qayyum. Me emrin ja Hayyu ja Qayyum, o ti i gjalli, pra, i pavdekshmi, El Qayyum, vetë mjaftuesi, vetë mbajtësi, na kemi nevojë ton për ty dhe të na mbajsh. Në mesin e kësaj doje, thotë, wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Mos më let mbështetem veten time, qoftë asa hap edhe mbyll synin. As në një qast, pra, mos më let mbështeten veten time, po mbështetja ime është te kush? Tek ti o Zot. Atëherë edhe në dhënien e suksesit duhet mbështetemi te Allahu. Pra duhet ta shprehim këtë nevojë. O Zot, kem nevojë për mbështetjen tonë. O Zot, kem nevojë për ndihmën tonë, na ndihmo. O Zot, kem nevojë për suksesin tonë, na ndihmo. Sa njeriu e pret Ramazanin, por Ramazani do të jetë dëshmi kundër tij. O Zot, na ndihmo që me sukses ta shfrytëzojmë këtë muaj dhe të mos bëhet Ramazani argument kundër neve, po të jetë argument për neve ditën e gjykimit. Të jetë dëshmitar për neve Ramazani, agjërimi dhe këto vepra. Një nga selefi, Mutarrif ibn Abdullah thotë, sikur Allah subhanahu wa taala ose sikur ti kisha mundsinë, ose sikur në dorën e djathtë ti kisha të gjitha veprat e mira, dhe në dorën e majt zemrën time, nuk e kam fuqinë asnjë prej këtyre veprave me fund zemrën time. Ndorë mi pas, ndorën tonë nëse ki. Por suksesi vjen vetëm prej Allahut azza wa jall. Atëherë besimtari e ndjen këtë nevojë që ka për Allahun azza wa jall, në mënyrë të vazhdueshme, e në veçanti në dhënien e suksesit. Nga Allah subhanahu wa taala kërkojmë të na jap sukses, gjithherë në veprat mira, sukses edhe në shfrytëzimin e këtij muaji, dhe të na bëjë për atyre që janë gjithherë mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut, e jo për atyre që janë mendjemllaj, dhe për atyre që
kanë vetë pëlqim dhe mendojnë sukseset ose gjona që e arrin me mundin edhe angazhimin e tyre. Allah te bareke ve taala na i pastroj zemrat tona, na i pastroj gjuhët tona, na i pastroj gjymtyrët dhe veprave tona. Allah te bareke ve taala na bashkoj gjithë në punë të mira. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.